Dhe do të flasim për një tjetër zhvillim me rastin e ditës së verës që u përkon në 14 mars, policia e shtetit ka ndërmarrë një sër masash për mbarvajtjen e aktiviteteve. Për të mësuar më shumë në lidhje me këto masa, lidhemi drejt për drejt me kolegun Besar Baraktaraj. Besi, cilat do të jenë rrugët që do të bllokohen me rastin e ditës së verës dhe kur nisin këto bllokime? Po kreta tashmë, siç është kthyer në traditë që dita verës se festohet dhe mbahen festime të shumta, organizime të shumta nga ana e Bashkisë së Kryeqytetit në disa rrugë të kryeqytetit, kryesisht në bulevardin Dëshmorë të Kombit. Për këtë arsye do të ketë edhe disa bllokime të rrugëve me qëllim mbarvajtjen e festimeve dhe të gjithë organizimeve që do të bëhen nga ana e Bashkisë së Kryeqytetit. Është patjetër policia e shtetit në bashkëpunim me policinë bashkiake, të cilët kanë marrë një sër masash dhe kanë hartuar një plan të detajuar për sa i përket mbarvajtjes së trafikut dhe të devijimit të lëvizjes së automjeteve dhe policia njofton, policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit njofton që bllokimi i disa segmenteve rrugore do të nisë prej datës 13 mars në orën 12 dhe do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit të datës 15 mars, atëherë kur do të përfundojnë edhe të gjithë aktivitetet e planifikuara. Pjesën më të madhe të bllokimeve do ta ketë bulevardi Dëshmorë të Kombit, aty ku do të mbahen dhe aktivitetet dhe më konkretisht sipas njoftimit do të ketë nga ora 22 deri në datë 14 mars në orën 18 në bulevardin Dëshmorë të Kombit do të ketë disa bllokime, më konkretisht nga Ministria e Brendshme deri tek Ish Hotel Dajti dhe më pas nga Ish Hotel Dajti deri në kryqëzimin me rrugën Ismail Qemali për të vijuar më pas deri në kryqëzimin me rrugën Gjergj Filipi dhe nga kryqëzimi i rrugës Gjergj Filipi deri në fillim të sheshit Nën Tereza do të jenë të pakalueshme pra deri në orën 18 të datës 14 mars dhe më pas do të ketë edhe disa segmente të tjera që policia e shtetit dhe policia bashkiake njoftojnë që kanë bëjnë me rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit nga kryqëzimi me rrugën Ismail Qemali deri në kryqëzimin me rrugën Brigada e 8. Një tjetër segment rrugor që do të jetë i pakalueshëm për drejtuesit e automjeteve është edhe rruga Pjetër Bogdani nga kryqëzimi me rrugën Sami Frashi deri te kryqëzimi me rrugën Gjin Bue Shpata dhe gjithashtu në fakt edhe policia ka bërë të mundur edhe një panoram të rrugëve të cilet të jetë të kalueshme për mjetet e emergjencës apo qytetarët të cilët mund të kenë nevoja për të kaluar dhe janë rrugët Legdu Gagjini, Abdul Frashri, Papa Gjunpali 2, Sami Frashri, bulevardi Zhandark, bulevardi Bajram Curi, në rrugën Muslim Shuri dhe Abdi Toptani. Janë këta rrugë që mund të kalojnë mjetet e shërbimeve, pra të ambulancës, të policisë së shtetit, të shërbimit zjarfikës apo dhe qytetarët të cilët mund të kenë emergjenca. Besi, unë të falenderoj për informacionin që e detajuar që na përsolle në lidhje me këtë aktivitet. Ndërkohë të nderuar teleshikues, ne bashkë kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Pas pak në orën 13 do të jeni me kolegun Leftion Peristeri.